Për rrafsh 2 orë i dëgjoj gjër e gjatë të 4 mysafirët. E kur liderët e partive shqiptare të përfaqësuara në kuvendi Përcolli, Vjosa Osmani që me ta bisedoi të njëjtën për zgjidhjen e nyjes në parlament, doli para gazetarëve. Si Nikoqiri tha se i inkurajoi aktorët për dialog e marrëveshje gjatë ditëve në vijim, për çfarë la të kuptohet se është goxha optimiste. Në të kundërtën, sipas saj, dera e fundit mbetet institucioni më i lartë i drejtësisë. Ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe të drejtohem gjykatës kushtetuese. E pikërisht akti më i lartë juridik e përjashton mundësinë për votime të reja eventuale në këtë situatë bllokuese. Parakusht është konstituimi i kuvendit, pra pa u pajtu për konstituim të kuvendit s'mund të pajtohen as për zgjedhje. Por ngecja në parlament për të parën e shtetit duhet ka përcyer sepse mund të ketë pasojat të pariparueshme. Përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani i rritjes BE-s, llogariteni diku afër 900 milion euro. Për këtë temë, Osmani bisedoi edhe me liderët e partive minoritare, teksa tha se zhvillime të tilla do të ketë përsëri javën e ardhshme. Ajo nuk përjashtoi as mundësinë e takimeve individuale me krerët e subjekteve politike.